Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, si ta përdorni dafinën dhe kanellën për të ulur sheqerin në gjak. Sheqeri i lartë në organizëm është një problem serioz mjekësor i cili nuk duhet të injorohet. Sasia e ngritur e sheqerit në gjak çon deri në diabet dhe komplikacionet të tij. Pas kësaj shkakton çrregullime në punën e mëlçisë dhe në sistemin urologjik, shkakton çrregullime metabolike në sëmundjet të lëkurës, zhvillimin e kataraktit dhe patologjive në zemër. Për këtë shkak është shumë e rëndësishme të dalloni shenjat e hiperglicemisë dhe me kohë të shkoni tek mjeku. Për trajtim, niveli vazhdueshëm i lartë i glukozës në gjak mund të shkaktojë komplikacione serioze shëndetësore përfshirë sëmundje të zemrës, goditje në tru, neuropati, sëmundje të veshkave, çrregullime të shikimit, urinim i shpeshtë, sidomos gjatë natës, tharje e gojës, humbje pa shpjegueshme në peshë, infeksione të përsëritura dhe lodhje. Kontrolli i niveleve të glukozës në gjak është të kyç në parandalimin e disa prej komplikacioneve të sipërpërmendura. Por ka një sër mënyrash natyrore të cilat do ju ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të luhatjeve të sheqerit në gjak. Disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas elit.com. Çaji i dafinës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. 8 gjethe dafine i shtoni në 300 ml ujë të vluar, i lini të qëndrojë për 4 orë, e kulloni dhe e pini një gjysmë gote 3 herë në ditë për 3 ditë me radhë, pastaj bëni një pauzë 2 javore. Kjo është një zgjidhje e lehtë e cila mund të stabilizojë nivelet e sheqerit. Nuk bëhet fjala për rastet kur gjendja juaj është kritike. Pija me kanellë. Një herë në ditë, më së miri në mëngjes, shtoni një lugë çaji kanellë në një filxhan kefir dhe pak yndyr. E përzjeni dhe e pini në mëngjes. Kjo përzierje do të përmirësojë metabolizmin dhe do të ulë sheqerin. Nëse nuk ju toleron ndaj produkteve të qumshtit, kanellën e shtoni në çaj ose në ujë të vakët. Më së miri është të përdorni shkopa kanelle të grira në rende dhe t'i shtoni në pijen tuaj. Qulli hikrës dhe me kefir mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Hikra përmban sasi të mëira të vitaminës të grupit B, thartir folike, fosfor hekur dhe elementë të tjerë gjurmë të cilët ngopin organizmi dhe nuk ndikojnë në ngritjen e glukozës. Për ta bërë recetën, hikra merret nga disa lugë miell hikre, i shtoni në kefir dhe e lini gjatë gjithë natës. Në mëngjes e hani qullin tuaj në vend të mëngjesit. Pijet nga fasulja e bardhë gjithashtu mund të jenë një ndihmë e mirë për personat që vuajnë nga luhatja e sheqerit. Në mbrëmje, nxirrni gjysmë gote ujë të ftohtë në të cilën do të shtoni 3 gota fasule të bardha. Në mëngjes hani fasule dhe e pini ujin. Një orë mos hani asgjë, pastaj hani mëngjes. Duhet të dini që uthulla e mollës përpara se të pihet duhet të patjetër të këshillohet me mjekun para marrjes së kësaj pije, kështu do të evitoni gabimet në përdorim. Një nga mënyrat më të domosdoshme për të mbajtur në kontroll nivelin e sheqerit në gjak është edhe shtimi i një diete sa më të pasur me produkte natyrale, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e organizmit dhe evitimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe ekspertët kanë listuar disa nga produktet më të mira, të cilat duhet të jenë pjesë e dietës suaj, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak. Ushqimet e përpunuara. Hiqni dorë prej bukës së bardhë, ëmbëlsirave të pastiçerive dhe drithrave të ëmbëlsuara dhe zgjidhni gjithmonë drithra të plota, perime dhe fruta. Gjithashtu, kjo është një mënyrë shumë e mirë që do ju ndihmojë në menaxhimin më efikas të niveleve të sheqerit. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë ndërrobitje fizike dhe sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur në kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka prej elbi. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi dhe ajo prej drithit të plot të bluar në gur ka nivele të ulta glicemie. Ato janë të pasur me fibër, të cilat ngadalësojnë në tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushje dhe mollët. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemi sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër.
por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave, për shembull, kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rruzh dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemike, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta për më tepër janë të pasur edhe me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit i cili ul rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas Brightside, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban gjithashtu edhe beta-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë e insulinës dhe ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrnat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë nivele të ulta glicemie pranë 55. Arrorët gjithashtu janë të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura dhe antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e tjerë janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga sheqeri për të përmirësuar kështu edhe mundësinë e stabilizimit të tij. Kanella. Kanella është një nga ushqimet më të njohura që mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Shumë studime tregojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë sasinë e sheqerit në gjak. Mund ta shtoni në smoothie, në tërshëra ose në kafe. Spinaqi. Spinaqi është plot me vitamina, minerale dhe antioksidant që promovojnë shëndeti. Ka një indeks të ulët glicemie që do të thotë se nuk shkakton rritje të madhe të niveleve të sheqerit në gjak. Provoni të shtoni spinaq në sallata, në smoothie, të zjerë në opsione të shëndetshme. Avokado. Një super ushqim është plot me yndyrë dhe me fibra të mira, të cilat ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Yndyrat e mira në avokado ju bëjnë të ndjeni të ngopur për më gjatë, duke reduktuar kështu dëshirën për ushqimet që mund të rrisin nivelin e sheqerit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe boronica. Boronicat janë në të shijshme të pasur me antioksidantë, ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe rezistencën ndaj insulinës. Ullontimet tregojnë se ngrënia e boronicave do të përmirësojë rregullimin e sheqerit në gjak, mund të shtohet si meze e lehtë ose të shtoni në drithra me kos. Tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibër të tretshme, e cila ndihmon në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave nga zorët, duke reduktuar kështu nivelin e sheqerit. Filloni dietën tuaj me një tas me tërshërë, shtoni fruta për një shije dhe lëndë ushqyese. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga nivelet e larta të glukozës është edhe kakao. Kakao dhe pluri kakaos pa sheqer në veçanti kanë treguar efekte pozitive në nivelin e sheqerit në gjak. Flavonoidet në kakao mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në rregullimin e glukozës. Provoni të shtoni pak kakao në smoothien tuaj dhe të bëni një çokoladë të nxehtë me qumësht në bazë bimore. Dieta mund të jetë një mjet i fuqishëm për menaxhimin e niveleve të sheqerit. Duke i përfshirë këto ushqime në dietën tuaj, mund të ndihmoni natyrshëm trupin në rregullimin e niveleve të sheqerit dhe të promovoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Si gjithmonë është mirë të konsultoheni me mjekun tuaj ose me dietologun për këshilla të personalizuara, pasi sheqeri në gjak mund të jetë i ndryshëm nga personi në person. Dhe mos harroni se një dietë e shëndetshme në kombinim më së miri me stërvitjen e rregullt dhe me një jetë sa më të aktive do ju ndihmojë gjithashtu jo vetëm në menaxhimin e niveleve të sheqerit, por edhe të keni një trup të shëndetshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.